baba e Ebu Bekrit ka pranu fejen, po i ka thënë Ebu Bekri ec pranoje para durve të pejgamberit, tjetë pak një dëshmi më e madhe para Allahut, duke ditë se sikurse pejgamberi ka pas shef minxhet me ni që dëshmon direkt para Allahut. E ka një kështu, ku kanë prezent ku ka pranu. Andaj ka pas shef Ebu Bekri për bazvet, hajde para Resulullah me pranu fejen, kur ka shku edhe ka pranu fejen, Ebu Bekri ka nisë me çaj të shmorzit, i ka thënë Resulullah pse çan Ebu Bekr? Po për ty është dita më e mirë, sot është fitimi më i madh. Baba tu ka bën musliman. Oh, nuk jam të çajt për babën tim, jam të çajt për ty edhe minxhet tan. Pse? Sa kisha pas shef thot, surse ta kanë pru babën tyje, motor minxhajat me pas pranu feje. Ti sa je munu, ti sa je lo. Shkoj. Unë hiç nuk jam munu për babën tim. Edhe është për me dhe dhimë di. Që njerëz të menë që qështoj me në gjanat, subhanallah. Që pësa shatë u nuki të familje vetë, qmoz banë kjebe, qmoz vetë të për mja bat dashur feja, në islamin, namazin, kur nuk e dan, nuk e dan, kur se dan, nuk e dan, edhe pse na du të me marrë shkacet, se vepet, maksimumin me investu. Mirë po, ti ishi bindur se gjdo se në është në dorën Allahut, Zotë e di, shkam shefet gjoksit në zemën e ti që nuk ja afron udhëzimin.